أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë e panumërta me të cilat na begaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit dhe jemi në kapitullin e besimit të ehli sunetit në lidhje me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, besimi i ehli sunetit në lidhje me Kur'anin fisnik. Dhe pika e radhës thot kështu: Allahu subhanahu wa ta'ala cilësohet me cilësi të përsosura dhe me emra të bukur. Dhe besimi i ehli sunetit në lidhje me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala në përgjithësi është se i pranojnë ato cilësi me të cilët Allahu e ka cilësuar vetveten, pa i mohuar ato, pa u shtrembruar kuptimin, pa i komentuar domethënien me komente të gabuara dhe pa i përngjasuar ato me cilësitë e krijesave. Allahu i lartësuar ka cilësi dhe në këto cilësi nuk i përngjan askujt prej krijesave dhe bazë për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala: "Leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Nuk i përngjan Allahut subhanahu wa ta'ala askush, nuk është i ngjashëm me të dhe ai dëgjon dhe shikon. Pra, ky ajet është bazë në lidhje me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala në përgjithësi. Pjesa e parë e mohon që dikush t'i përngjajë Allahut në cilësitë e tij, dhe pjesa e dytë i pranon dhe i pohon cilësitë e Allahut, cilësinë e dëgjimit dhe cilësinë e shikimit. Allahu dëgjon dhe shikon pa i përngjasuar dikujt prej krijesave, ashtu siç i takon madhërisë së tij. Në kapitullin që jemi pra për lidhje me Kur'anin famlart, tham se ehlu suneti beson se Kur'ani është fjala e Allahut dhe kjo ishte e veçantë, dhe ehlu suneti në përgjithësi beson se prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se ai flet. Ai flet, i flet kujt të doj, kur të doj ai dhe ashtu siç dëshiron ai. Dhe në këtë nuk i përngjan askujt. Allahu subhanahu wa taala prej cilësive të tij është se ai flet. Dhe Kur'ani famlart është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Besimi e ehli sunetit në lidhje me Kur'anin është se është fjalë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kush prej grupeve të devijuara beson ndryshe, padyshim se kjo është dalalet dhe devijim, sepse Allahu e ka quajtur Kur'anin Kelamullah, fjala e Allahut. Dhe i ka thënë pejgamberit alayhis salam që nëse mushrikët kërkojnë paqe dhe mbrojtje, pejgamberi alayhis salam t'u mundsoi këtë hatta yasma'u kalam Allah. Derisa ta dëgjoj fjalën e Allahut, është për qëllim Kur'anin fisnik. Dhe ne besojmë se Kur'ani është fjala e Allahut, nuk është diçka e krijesave dhe nuk është i krijuar. Pra, Allahu ja ka thënë këtë fjalë Xhibrilit alayhis salam dhe Xhibrili alayhis salam ja ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe besojmë se cilësia e Allahut është se ai flet kur të dëshiron, si të dëshiron dhe me kënd të dëshiron, duke mos i përngjarë askujt në këtë, ashtu siç i takon madhërisë së tij. Dhe ne duhet ta pohojmë atë që Allahu e ka pohuar për vete, duke mos u futur më thellë në gjëra të cilat nuk i dim. Me kaq po e përfundojmë këtë pjesë deri në emisionin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.